Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët e kanë mbajtur të fshehtë receta që zhduk artritin në kohë rekord. Artriti mund të shkaktojë dhimbje kronike dhe inflamacion në duar, gishta, bërryla, gjunjë dhe kyçe të tjera në trup. Nuk është gjetur ende asnjë kur për këtë sëmundje. Megjithatë, munden që të lehtësohen simptomat e saj në mënyra të ndryshme. Uthulla e mollës është përdorur për vite me radhë si një kurmë natyrale për lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Ky lëng gjithashtu përmban magnez, kalcium, fosfor dhe lëndë të tjera ushqyese që i nevojiten trupit për lehtësimin e dhimbjeve të gjymtyrve. Magnezi tek uthulla e mollës ndihmon kockat të thithin kalciumin, që është i rëndësishëm për forcimin e tyre dhe ajo është e pasur me acide dhe enzima, të cilat do të ndihmojnë në thithjen e lëndëve ushqyese që do t'i mbajnë gjymtyrët tuaj sa më të shëndetshëm. Uthull molle me vaj. Përzjeni 2 lugë gjelle uthull molle me 1 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj kokosi. Masazhojeni për disa minuta pjesët e gjymtyrve ku ju keni dhimbje. Përsëriteni këtë metodë disa herë për të lehtësuar dhimbjet. Uthull molle me mjalt. Këta dy përbërës janë të pasur me kalium. Metoda e parë: hidhni 2 lugë nga secili përbërës tek një gotuj. Konsumojeni atë 3 herë në ditë. Kjo përzierje shpërbën acidin urik i cili shkakton sëmundjen e artritit. Metoda e dytë: hidhni 1 lugë çaji mjalt dhe 1 lugë çaji uthull në 1 filxhan me ujë të ngrohtë. Konsumojeni çdo ditë për të lehtësuar dhimbjet. Ky lëng ndihmon në nxjerrjen jashtë të toksinave të formuara tek kyçet dhe tek gjymtyrët. Dhimbjet në shpinë, këmbë dhe nyje shpesh mund të jenë shumë të pakëndshme. Gjithashtu stresi është shpesh i pranishëm në dietën tuaj dhe mundet të ketë efekte negative në shëndet. Ja një recetë e dobishme e cila mundet të jetë tepër efektive në rastet e dhimbjes. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram gjelatinë ushqimore dhe ujë të ftohtë. Përgatitja: në ujë të ftohtë vendosim rreth 150 gram gjelatinë ushqimore dhe përzieni masën. Bëheni këtë brenda natës dhe lëreni deri në mëngjes. Mos e vendosni brenda në frigorifer sepse mund të kthehet në pelte. Kjo recetë duhet që të konsumohet çdo mëngjes para vaktit të mëngjesit me stomak bosh. Vazhdojeni këtë kur për 30 ditë dhe rezultatet pozitive do të duken që në javën e parë të trajtimit. Prisni për 6 muaj pas 30 ditëve të para, në rast se doni ta përsërisni procesin. Gjithashtu mjalti organik dhe kosi mundet të shtohet në këtë përzierje. Një nga problemet më të zakonshme shëndetësore sot është padyshim dhimbja e kyçeve. Gjendje të ndryshme munden që të shkaktojnë lëndime në kocka, ligamente dhe kërc rreth kyçeve. Në qoftë se ju keni dhimbje kyçesh, atëherë ju do të vini re simptoma si ëndje, nxehtësi, dobësi, skuqje, paqëndrueshmëri, butësi dhe humbje të diapazionit të lëvizjes së kyçit. Dhimbja e kyçeve mundet të bëhet jashtëzakonisht e dhimbshme dhe për fat të mirë këtu ne do t'ju prezantojmë diçka tërësisht natyrale e cila do t'ju ndihmojë që të merrni një lehtësim të menjëhershëm. Është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe të gjithë përbërësit ju mundet t'i keni në shtëpi. Limoni është një frut i pasur në minerale dhe vitamina siç është vitamina A, B6, B1, C, fosfor, kalcium, kalium, pektin, magnez e të tjerë. Shumë njerëz përdorin vetëm limonin dhe tulin e tij, por nuk e dinë se edhe lëkura ka shumë përfitime shëndetësore. Si fillim, e qërojmë limonin dhe lëkura e tij përmban disa prona shumë të fuqishme, antiseptike dhe antiinflamatore. Është njëkohësisht i shkëlqyer për lehtësimin e dhimbjeve nervore si edhe për mirësimin e shëndetit të enëve të tuaja të gjakut.
Është gjithashtu një mënyrë shumë efektive për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve. Këtune do t'ju paraqesim 2 mënyra se si lëkura e limonit do t'ju ndihmojë kundër dhimbjeve të kyçeve. Fillimisht griheni lëkurën e limonit, por kujdes, do fërkoni vetëm pjesën e verdhë. Vendosni lëkurën e limonit në zonat ku ju ndjeni dhimbje në kyçe dhe vendosni një fash mbi to. Lëreni kështu për disa orë dhe do të habiteni nga rezultatet. Një tjetër recetë është kjo, ku përbërësit që do t'ju duhen janë 2 limon, mundësisht organik, vaj ulliri dhe gjethet e eukaliptit. Thjesht qëroni limonin dhe mbajini lëkurat në një kavanoz qelçi. Siguroni që t'i mbuloni plotësisht me vaj ulliri. Më pas shtoni gjethet e eukaliptit. Mbylleni kavanozin fort dhe lëreni të pushojë për 2 javë. Kur të ketë mbaruar kjo periudhë, mund ta përdorni përzierjen. Zhyt një garz dhe vendosni në zonën e dhimbshme dhe mbulojeni me një fash. Për rezultate më të mira aplikojeni këtë metodë çdo natë para se ju të shkoni në shtrat. Kjo terapi fizike do të ketë më shumë kohë për veprim pasi nuk lëvizni fare. Provojeni sot dhe do habiteni vërtet se si një metodë natyrale mundet t'ju ndihmojë kaq shumë. Gjithashtu, siç mund ta dini tashmë, për të luftuar shfaqjen e osteoporozës është e rëndësishme ajo që ne ham. Për këtë duhet të ndiqet një dietë ushqyese e balancuar me një përbërje kalorike të përshtatshme me nevojat fiziologjike të individit. Qumësht dhe fara susami. Siç mund ta dini, qumshti është një nga burimet më të rëndësishme të kalciumit i cili gjendet në natyrë, dhe nëse nuk jeni alergjik ndaj laktozës, qumshti është një nga kurat më të mira kundër osteoporozës. Efektet e tij të kombinuara me aminoacide dhe mineralet nga farat e susamit janë të domosdoshme për forcimin e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një gotë me qumësht, një lugë gjelle fara susami të coptuara. Përgatitja: ziheni qumshtin dhe përziheni me farat e susamit. Konsumojeni minimumi 3 herë në javë nga kjo përzierje. Ekstrakt majdanozi. Përbërësit antioksidues dhe antiinflamator të majdanozit janë gjithashtu të dobishëm në trajtimin parandalues të problemeve me sistemin skeletor dhe kyçet. Majdanozi përmban boron dhe fluoride, 2 përbërës esencial të cilat ndihmojnë në parandalimin e humbjes së densitetit kockor dhe frakturave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle majdanozë dhe 1 kup ujë. Përgatitja: hidhni majdanozin tek uji i valuar dhe lëreni të zbutet për 10 minuta. E kulloni mirë dhe e pini atë 2 herë në ditë. Lëng me brokoli dhe moll. Brokoli është një nga perimet me sasinë më të lartë të kalciumit. Në të njëjtën kohë ai siguron minerale si kalium dhe magnez. Në këtë rast ne ju sugjerojmë që ju të kombinoni brokolin me karrota, marule dhe moll, ku përbërësit që do t'ju duhen janë gjysmë brokoli të cilin e zjeni me pak avull, gjethet e marules, 3 karrota dhe 1 moll. Përgatitja: i lani mirë që të gjithë përbërësit dhe më pas i hidhni në një shtrydhse ku do të shtoni edhe pak ujë. Shtrydhini mirë ato derisa të formohet një masë homogjene dhe më pas konsumojeni menjëherë. Duhet që ta përsërisni këtë trajtim disa herë në javë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Në qoftë se gjendja juaj shëndetësore është kronike dhe ju nuk keni asnjë përmirësim,
E mira çfarë ju duhet të bëni është që të shkoni menjëherë tek mjeku juaj.